Po du më ndalë, doktor Blerim, të një pjesë që e the gjatë përgjigjes e përmende maramendjen, e përmende kokëdhembjen, e përmende dhimbje qafe, e të tjera që shpesh ja lëm jo pozita keqe në punë, jo jom lodh, edhe shkojmë, bëjmë fizioterapi pa asnjë konsult mjekësore. A mund të ketë një problem nëse një pacient i cili është prekur apo ka sklerozë multiple dhe nuk e ka diagnostikuar ende dhe bën fizioterapi përmensh, të parekomandume, a mund të ketë një dëmtim më të lartë? Nuk do të kisha menduar që mund të ketë, sepse zakonisht skleroza multiple është ajo që e atakon trurin dhe palsin e kurrizit. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me ndonjë dëmtim në pjesë mekanike, që themi në unazat e qafës, në ligamente ose në muskuj. Që për atë arsye nuk është se do të mundemi të dëmtojmë. Edhe zakonisht për pacientët me sklerozë multiple në vitet e para, tashmë terapi edhe shumë vite ma vonë mas diagnostikimit, zakonisht janë në gjendje të mirë fizike. Pra mund të kenë një problem aty për aty i cili problem i çon deri te diagnostikimi, por pastaj me trajtimin ata shumë shpejt këto simptoma që i përmenda mund të rikthehen, pra mund të largohen në të vërtetë, gjendja e mirë shëndetësore mund të rikthehet në normalitet, dhe këta e vazhdojnë jetën normalisht. Kështu që nuk paraqet, por këtu kemi edhe një trend të mirë kohëve të fundit nga fizioterapeutët, pra fiziatrit janë në rregull, janë specialistë fushës dhe e bëjnë planin e tyre, por shpesh kur personat, njerëzit adresojnë fizioterapeutin, atëherë kemi një trend të mirë që po e vrej kohëve të fundit, ose s'paku me fizioterapeutët që po i njoh, që nuk pranojnë në shumicën e rasteve të fillojnë terapinë fizikale pa u konsultu neurologu, reumatologu, fiziatri, ortopedi, pra varësisht se çka është patologjia, që është një zhvillim i mirë. Por gjithsesi te këto, do të thotë, simptomat e sklerozës multiple duhet pasur parasysh që nuk është simptomat duhet për nga definicioni të jetë persistente për s'paku 24 orë dhe të shkaktoj një deficit të caktuar motorik. Pra nuk mund të themi tash vetëm se pata maramendje është me do e mos arsye kjo, ose vetëm se pata një pirje të krahut, por zakonisht ajo që e bën më të besueshme një sklerozë multiple është që kur një person raporton probleme me përdorimin e funksioneve motorike. Për shembull, thotë nuk mund ta mbaj lapsin, nuk mund të shkruaj, nuk mund ta ndroj kanalin, nuk kam precizitet në digitron, ose mesazhet kur po i shënoj nuk po arrit ta qëlloj shkronjën, ngatrohet fjala, ose ka një vështirësi në ecje, në lëvizje në drejt peshqime, kështu me radhë.